Çka nuk pam në këtë Big Brother, pasi mbaruan konfliktet, goditjet, debatet e ashpra, divani Kuq u eliminua i tëri, ndërsa të 4 finalistët e këtij edicioni ishin të rreshtuar në divanin blu. Me 18 prill është finalja e madhe, ndërsa sonte në Big kemi dasëm. Gjesti dhe Egli po martohen. Ceremonia do të nisë në orën 20:30, ndërsa dasma do të jetë me motive tradicionale, e që do të ketë momente gazmore nuk vihet në dyshim, pasi që po martohet Gjesti, që për shumë nga ndjekësit e këtij formati e kanë quajtur njeriun më të hareshëm brenda shtëpisë. Pas gjysmëfinales e cila u përcoll në formën më degraduese të mundshme, pas goditjes që i bëri gjysmëfinalisti e eliminuar, finalistit të vetëm nga Kosova në këtë edicion, e jehun ky lajm bëri në të gjitha mediat e madje edhe në ato të huaja. Edhe gazeta zvicerane u marr me bigun, ku mes tjerash e përmend edhe prangosjen e Jozefin Markut, dhe ngjarjen duke cilësuar si të pazakont për një reality show. E pas gjithë kësaj ngjarje të pazakont, fansat e presin një dasëm për të mbajtur mend gjatë, pasi që do të performoj ylli muzikës popullore Remzia Osmani, e shoqëruar nga vëllai i saj Nexhat Osmani.